kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj para jush zotin Artan Çak. Unë jam Artan Liçaj. Në zgjedhjen e 11 majit kandidoj për deputet në koalicionin e Partisë Demokratike për Shqipërinë Madhështore. Qytetarë të nderuar, së bashku kemi ndarë një ide për shpresë dhe vizion për një ardhmë më të mirë. Fushata jonë nuk ka qenë thjesht një garë, ka qenë një thirrje për ndryshim të vërtetë. Tani fjala dhe veprimi është në duart tuaja. Më datë 11 maj vendosni për të ardhmen tuaj. Votoni për zorin tuaj, votoni për ndryshimin që ju meritoni. Ju faleminderit.